Çështjen e krijimit të institucioneve të reja në vijim e çmtojmë me analistin Ejup Gojnovci. Ejup, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. Faleminderit. Pra dëgjuam se Kurti ka thirrur partitë parlamentare kryesorët për bisedime që nënkupton krijimin e institucioneve të reja, dy prej të cilave Aleanca dhe PDK-ja pas kanë refuzuar. Cili është gjykimi yt për fillim të këtij takimi? Mo mendoj se kanë bërë gabim të dy partitë politike që kanë refuzuar takimin me zotin Kurti, përkundër që të dyja kishin paralajmëruar edhe rreth një muaj më përpara që nuk do të takoheshin, madje Aleanca kishte dërguar një shkresë me 7 kërkesa realisht në 6 pika të vendosura aty, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës kishte zhvilluar një takim zoti Hamza me zotin Kurti, pas të cilit tha që ne do të qëndrojmë në opozit dhe nuk do të marrim pjesë fare në konsultimet rreth krijimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Megjithatë, unë konsideroj që zoti Kurti ka bërë mirë që i ka dërguar kërkesën për takim për të dhënë mundësinë edhe një herë diskutimit për krijimin e institucioneve, dhe prandaj po them që kam bërë gabim në prizmin siç e shohune, sepse ka qenë dashur që Aleanca në tavolinë të diskutonte këto kërkesat që kishte parashtruar për lëvizjen vetëvendosje në tavolinë me zotin Kurtit, i diskutonin të shihnin cilat janë mundësitë reale për përfshirjen e tyre në planin qeveritar, në programin qeveritar, edhe gjithashtu Partia Demokratike e Kosovës, si partia më e madhe opozitare, nuk mund ta zhvendos vetveten nga procesi politik i Kosovës në krijimin e institucioneve, sepse kësaj heq dorë realisht me vullnetin e plot nga pjesëmarrja politike e cila i takon për krijimin e institucioneve. Dhe nëse do të përdornin këtë logjik të shmangjes nga procesi i krijimit të institucioneve të gjitha partitë politike, ne nuk do të kishim institucione. Natyrisht se cila parti politike, pos që ka obligim shoqëror dhe shtetëror që të ndikoj dhe të veproj dhe të ketë hisën e tij, qoftë të marrur ose të pamarrur, por në ndërtimin e kapacitetive institucionale të Kosovës, e ka këtë obligim nga që për këtë dalin në zgjedhje dhe për këtë kërkojnë votë. Po dua të them që të kërkosh votë për ndërtimin e institucioneve dhe kur vi koha që ato të ndërtohen, të heqësh dorë nga ky proces, mendoj që është gabim. Prandaj po e quaj si të tillë. Po pres që Lidhja Demokratike e Kosovës ta konfirmoj takimin me zotin Kurti nga lëvizja vetëvendosje. Në fakt është lënë përshtypja nga të dyja palët, LVV-ja dhe LDK-ja, se do të ketë bisedime në kontekst të krijimit të institucioneve të reja. Pa paragjykuar se si do të përfundojnë këto bisedime, cili është rreziku i këtij cikli të përpjekjeve për bërjen e institucioneve, marr parasysh se sa herë kemi shkuar në zgjedhje brenda pak viteve dhe as në sytë e votuesve që i përmende, e as në sytë e ndërkombëtarëve nuk kemi institucione që funksionojnë. Fatkeqësisht është problematike, Zenel, si që thatë jo, të vihet në një konkludim se çfarë do të na sjellë nesërme edhe pas takimit potencial të zotit Kurti me zotin Avdigjiku, kjo në shumë aspekte. Ndoshta parë në rrafshin pragmatik, zoti Lumir Avdigjiku ka bërë një lëvizje pozitive krahasuar me periudhën vjeçare gjysmë nga pas, e kam parasysh të zgjedhjet e shkurtit të vitit 2025, pastaj ato të dhjetorit 2025, prej të cilave zoti Avdigjiku ishte këgja indiferent nga krejt ajo çfarë ndodhte dhe mbeti as me opozitën, si që quhej atëherë, e as me pozitën. Ndërsa tani ka një qasje më pragmatike, po e quajën, sepse ka konsideruar veten dhe partinë e tij të gatshme për të bashkëbiseduar me subjektin më të madh politik në vend në ndërtimin e kapaciteteve institucionale të vendit. Çështja nuk është probleme i numrave edhe për zgjedhjen e presidentit, nëse lëvizja vetëvendosje, Lidhja Demokratike dhe minoritetet pa listën serbe që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, do të bëheshin bashkë për ta zgjedhur. Këtu
këtu qëndron problemi e ju tash sa kohë, pra te numri për zgjedhjen e presidentit që është finalja e këtij procesi. Në fakt, në opinionin e gjerë, e dim që gjithë janë fajtorë në farë forme, edhe partia fituese edhe partit nga ish opozita, pse nuk po formohen institucionet kredibile dhe masa qytetarët, votuesit janë stërlodhur me përsëritjen e zgjedhjeve. Si e sheh ti mundësinë e zgjedhjes e formimit të qeverisë, parlamentit në fillim të qeverisë, por edhe zgjedhjes së presidentit në fund? Në fakt, krijimi i kuvendit, zgjedhja e organeve drejtuese të kuvendit nuk është një problem për shkak se lëvizjeve vendosje me partnerët e saj që tani i kanë qeverinë e detyrë, ka numrat e mjaftueshëm për ta bërë kuvendin, për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe organet e tjera në pesën e kryetarët dhe disa prej kryetarëve të komisioneve ato që janë obliguese që në shumë shpejt, domethënë. Problemi nuk është as te qeveria, sepse dhe qeveria zoti Kurti mund ta ndërtojë me 53 numrat e saj dhe 9 deputet nga minoritetet jo serbe që janë në Parlamentin e Kosovës. Thembra, akilit vihet situata kur ne duhet ta zgjedhim presidentin e vendit ku kërkohen në 2 raundet e para kërkohen 80 vota në kutinë e votimit. Pra jo vetëm prezent në kuvend, por sipas vendimeve të gjykatës kushtetuese kërkohen votime në kutinë e votimit të jenë prezent 80 vota. Dhe kjo kombinatorik, Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vendosje dhe minoritetet jo serbe janë eksaktësisht 80 numra. Dhe mjafton vetëm një nga deputetët të mos jetë të quaj kështu i dëgjueshmi njërët nga subjektet politike atë dhe dështon e gjithë përpjekja për ta zgjedhur presidentin. Duke qenë se është kështu dhe duke qenë se kemi një situatë goxha jo stabile në Lidhjen Demokratike, sado që zoti Abdigjiku i mbijetoi një kuvendit të mosbesimit, megjithatë është diskutabile nëse ai ka 18 numrat e 18 deputetëve të tij prezent në kuvend për çështjen shumë diskutabile mbase. Po, për çështjen e presidentit. Dhe këtu vim në situatën kur i duhet dikush si një ndihmës shtesë këtyre partive politike, kësaj aleance të përbashkët, në mënyrë që ta krijojnë edhe një numër shtesë për të mos dështuar në zgjedhjen e presidentit. Duke parë situatën nga kjo rrethon dhe refuzimin e sotëm nga aleanca dhe nga Partia Demokratike, gjosat janë që neve na presin zgjedhje të reja dikun ka mesi i muajit nëntor në bazë të projeksioneve dhe në bazë të numrave kalendarek të cilët i ka përcaktuar Kushtetuta e Kosovës. Kjo, sipas teje, çfarë nuk kupton në këtë radhë edhe një palë zgjedhje prej cilave po e përsëris jemi lodhur më? Po e huazoj këtë që thonë jo, jemi lodhur. Vërtet po dhe dëshmuan qytetarët e Kosovës me 7 qershor. Ishin një numër jashtëzakonisht i madh, mbi 17-18%, me pak votues kishte në zgjedhjet e qershorit sesa në zgjedhjet e dhjetorit të vitit 2025, dhe kjo është një tregues i jashtëzakonshëm, sepse që mund të jenë një reflektim edhe më i madh në zgjedhjet. Absolutisht po, dhe mund të reflektojmë me numër ende dhe më të madhe, pastaj do të kemi të zgjedhur ose jo institucione me numër shumë të vogël të qytetarëve, të cilat natyrisht nuk e cenojnë legitimitetin e institucioneve, megjithatë fuqia demokratike është në pikpyetje në këtë rast. Dhe për te kësaj, ne po humbim kohë që tash 2 vjet e gati, dhe po humbim shumë projekte dhe po humbim ecjen përpara të shtetit të Kosovës në shumë rrafshe. Kemi mungesë të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, kemi mos realizim të projekteve brenda, kemi paqartësinë në shumë dimensione, ndërsa ne orvatemi nga zgjedhjet në zgjedhje thua se gjithçka është në rregull dhe jemi një shtet evropian i cili nuk e ka hallin diçka tjetër vetëm për të sistemuar disa politikanë të cilët e kanë një ego më të fryrë se sa që do duhej, e për të cilën na vendosin neve para kutive të votimit se herë që atyre ju teket, për shkak se domosdoshmërisht duhet ta bëjmë dikë të tyre të preferuar president. Dhe këtu një fjalë nëse mundem i ndërum, çështja e të bërit president dikë
sikur harrojnë që presidenti është i Republikës Kosovës, ndërsa të gjitha partitë politike kërkojnë ta kenë të tyre. Do të thonë dhe duhet na tregojnë neve, është presidenti i Republikës, ai person do të na shërbejë të gjitha apo do t'ju shërbejë partive politike. Nëse është për partitë politike, atëherë le ta zgjedhin kështu që kanë tentuar ta zgjedhin me ego të tyre. Nëse është për qytetarët e Kosovës, duhet të mblidhen dhe ta gjejnë person i cili i plotëson kriteret juridike formale, i cili ka një njohuri dhe ka një background të mirë, edhe të kaluarës së tij politike dhe shoqërore, dhe ky është presidenti që duhet këtij vendi dhe ka të tillë në shoqërinë tonë jashtëzakonisht shumë. Pra nuk është çështje e mosgjetjes së një presidenti, është çështje e luftës së tyre për ta pasur presidentin të tyre, thua se ky president do të shërbejë partive politike dhe jo gjithë qytetarëve të Kosovës. Kur bëhet fjalë për polarizimin politik në skenën e Kosovës, kjo është gjë e ditur tash sa kohë. Po, pse një polarizim i tillë kur vuren pak përgjegjësinë, etiken, moralin e një politikan i cili pretendon një ulse në kuvendin e Kosovës, që të mos gjendet një gjuhë e përbashkët të bëhen një herë të paktën në këtë cikël zgjedhjesh institucionet. Po janë shumë faktorë, Zenel. Unë mendoj që ka jashtëzakonisht shumë numër i madh faktorësh që ne nuk kemi arritur të ndërtojmë politikanë të përgjithshëm. Sepse ne kemi 150.000 votues gati më pak këto zgjedhje se sa në zgjedhjet e kaluara. Në ndërkohë mendoj që ne do duhet të organizoheshim si shoqëri të paktën, të tërheqnim mbretjen, që ata të bëjnë zgjidhje të tilla të cilat janë në funksion të organizimit shtetëror dhe jo në funksion të përmbushjes apetiteve të tyre personale ose partijake ose grupore. Kjo është në radhë të parë, ata dua të them kanë gjetë terren në të cilin mund të livrojnë si të duan ata dhe prap do të jenë në pozicione që ne do të zgjedhim ata. Janë, si më thënë, të vetmit që na duhen dhe kanë bërë llogaritë të tilla se sikur ne s'mundemi pa ta. Dhe ne duhet ju tregojmë që mundemi, dhe si shoqëri mendoj që kemi për obligim të dalim zot vendit në kuptimin që edhe pse jo të jemi edhe më reagues dhe të mos jemi krambajtës për ta kur bëjnë gabime të tilla, sepse ne konsideroj që janë jashtëzakonisht gabime të mëdha të dërgohet vendin nga zgjedhjet në zgjedhje dhe ne të orvatim me probleme të këtilla çfarë kemi. Nuk A ka sipas teje një sanim, një shërim të kësaj mendësie, këtij mentaliteti të kundërshtive politike për të i flijuar edhe institucionet cilat e përbëjnë shtetin, edhe në sytë e qytetarëve, edhe në sytë e aleatëve tanë ndërkombëtar, cilët janë të detruar edhe tash në këtë çerek shekull thellë në shekullin 21 të na tërheqin vërejtjen për gjëra që janë elementare, do duhet ishin elementare për një demokraci. Faktori ndërkombëtar gjithmonë ka luajtur këtu një rol të jashtëzakonshëm në krijimin e institucioneve. Dhe kësaj radhe duket se janë më në periferi, jo vetëm kësaj radhe, por edhe ka disa vjet që janë më në periferi, nuk angazhohen. Për mendimin tim bëjnë mirë që s'angazhohen shumë, sepse neve nuk duhet të na e kryjë detyra dikush kur ne s'mundemi. Ne duhet pjekemi një ditë, edhe si shoqëri edhe si politik, që të marrim përgjegjësinë, sepse në zgjedhje dilet për të marrë përgjegjësinë dhe ata që marrin përgjegjësinë duhet të jenë të gatshëm që të marrin përsipër edhe barrën e ndërtimeve dhe kapërcimeve të hendeqeve të mëdha, ndërtimeve të urave, të bashkëpunimit dhe kapërcimit të hendeqeve të mëdha. Ata e bëjnë këtë, politikanët tonë nuk duhet të themi se nuk e bëjnë bashkëpunimin, e bëjnë, por e bëjnë mbi bazën e interesave kogja të ngushta. Po të vije interesi shtetëror në plan të parë, unë mendoj që sot nuk do të kishim refuzim nga partitë politike që të jenë pjesë e trojzës për të diskutuar zgjidhjen e çështjes institucioneve. Dhe po të jeshte interesi i vendit në radhë të parë, nuk do të shkonim as në zgjedhjet e qershorit të këtij viti, madje as të dhjetorit të vitit të kaluar. Sepse janë të tepërta, janë të panevojshme. Sikur të ishin zgjedhjet e nevojshme, është cikël politik dhe në rregull jemi. Çështje tjetër është pse ne nuk shërohemi nga ky mentalitet, nga që kemi ndërtuar kapacitete klienteliste gati politike në raport me qytetarin. Qytetari i Republikës së Kosovës ende nuk është pjekur
mjaftueshëm demokratikisht në mënyrë që ta ndeshkoj atë i cili mund të jetë sabotatori i krijimit të institucioneve. Dhe kemi rastin të zëmë nëse marrim si shembull në Shqipëri, protesta për mos ndërtimin e komplekseve atje, të gjithë kemi menduar si qytetarët atje janë të fjetur, megjithatë u bë një revoltë e cila ndonë se ende nuk ka një rezultat ndoshta final të asaj se për çfarë u krijua, megjithatë krijoi idenë të tjerët të politikanët, ju dha mësimin që nuk jemi të fjetur dhe jemi qytetarë që ju vëzhgojmë sado që ju durojmë gjatë, një ditë mund të reagojmë. Edhe në Kosovë unë mendoj që kjo situatë një ditë mund të pëlqasë, sepse qytetarët nuk janë gati të shkojnë nga zgjedhjet në zgjedhje dhe politikanët e tonë duhet ta kuptojnë këtë gjendje të lodhjes, siç e thatë jo, por për të lodhjes, të humbjes së shtetësisë së Kosovës në arenën ndërkombëtare, të humbjes së ngritjes së kapaciteteve të Kosovës për brenda dhe të humbjeve të shumta, sepse ne sot praktikisht jemi pa institucione dhe kjo nuk është pak. Është shumë sepse janë një vit e gjysmë pa institucione. E ju për një gjë që ka rënë në sy dhe më pak merren me këtë në skenën politike të Kosovës edhe në zgripin e ndërtimit të institucioneve është se gjitha partitë politike shqiptare kanë një animozitet, nëse mund të quaj kështu, ndaj listës serbe, e cila është faktor përbërës shtetësisë së Kosovës. Pse ky qëndrim kur me listën serbe më lehtë, pakisa janë edhe serbet edhe komunitetet tjera jo serb, do të bëhej shteti? Megjithatë unë mendoj Zenel që lista serbe i ka për borxh politikës së Kosovës, shoqërisë së Kosovës, disa vendime të cilat do të vreheshin në terren si praktike dhe jo vetëm teori politike të thata ose vendime administrative. Në radhë të parë do duhet të distancoheshin nga Banjska. Rasti Banjska është krijuar, është ekzekutuar dhe ka përfunduar si tillë tragjikisht me humbjen e një jete të një polici të Republikës së Kosovës nëpërmes krijimit të kësaj katrahure kriminale nga lista serbe. Natyrisht e shtyrë dhe nga Beogradi ndërkombëtar. Nuk ka pas nga Beogradi zyrtar, nuk ka pas një reagim, distancimi nga lista serbe nga ky krim i shkaktuar në verimin e Kosovës dhe ky ishte jo i fundit. Kishim edhe sulmet në resurset tona të ndihshme, siç është kanali i Berlipensit që vjen nga Ujmani. Natyrisht, tani ne po gjejmë për çdo ditë fatkeqësisht kufoma të varrezave masive në Republikën e Kosovës dhe në vend që të kemi bashkëpunim dhe të kemi ofrim edhe të listës serbe dhe të qytetarëve serb atje që të ndihmojnë institucionet e Kosovës në identifikimin e gjetjen e vendeve të dyshuara, ne kemi arrestim të bashkëpunëtorëve potencial në Republikën e Serbisë, të qytetarëve serb, të cilët potencialisht konsiderohet që kanë mund të japin informacion për këto varreza. Pra ka një hendek të krijuar jo nga institucionet, jo nga partitë politike shqiptare në Kosovë, por ky hendek është krijuar nga vetë lista serbe me veprimet e veta praktike. Unë i përmenda vetëm 2-3, por nëse e marrim ecjen politike të listës serbe, që nga krijimi ata janë themelues të banditizmit në veriun e Kosovës, janë joshësit, fituesit dhe përfituesit dhe krijuesit e krijimit ekonomik në veriun e Kosovës, të gjitha ato rrugë ilegale të mbyllura, të gjitha ato laboratore të drogës të mbyllura, të gjitha ato kripto, çka janë ato miniera të kriptovalutave, të cilat ishin ilegalisht ndërtuara pa ju përgjigjur shpenzimeve financiare, elektrike që krijonin e kështu me radhë, domethënë janë mbi 15 vjet të listës serbe që vepron kundër shtetit e Kosovës, pa kërkuar asnjëherë falje për to ose pa u distancuar nga to. Vetëm ta kujtojmë, Radojčić, krye kriminali i cili i printe krimit në Banjska, ishte nënkryetar, de facto ishte kryetari i listës serbe, por de jure quhej nënkryetari i listës serbe, ndërsa eksponentët e tjerë patjetër që ishin direkt të lidhur me këtë subjekt politik, i cili edhe sot direktivat kryesore ushqehet me
me krejt veprimin e vetë çfarë bën këto, e gjithë doktrina e saj politike ushqehet në Serbi dhe nga Vučići. Prandaj unë mendoj që partitë politike nuk duhet ta trajtojmë si anashkalim i tyre për listën serbe, por është një vetë anashkalim i listës serbe karshi institucionet e Kosovës, dhe jo vetëm institucionet e Kosovës, më falni edhe një fjali, sepse pasojat e veprimeve të listës serbe i vuan edhe vetë qytetari serb në Republikën e Kosovës. Ai fatkeqësisht sot është i përfaqësuar në institucionet e Kosovës vetëm nga në Kuvendin e Kosovës vetëm nga Zoti Rashić, që vjen nga një subjekt tjetër politik, ndërsa janë tërësisht të lënonash sepse lista serbe nuk mbron interesat e qytetarëve serb të Republikës së Kosovës, dhe kjo do duhet ndoshta të ishte një prej elementeve shumë të rëndësishme që Republika e Kosovës ta ketë parasysh që të gjejë mekanizma në mënyrë që përfaqësimi i serbëve lojal që pranojnë shtetin dhe Republikën e Kosovës të jetë meritor në institucione. Ju me shumë analistë, kolegë tuaj, nga politika, nga ekonomia, nga siguria, kemi analizuar pasojat e shumë anshme për shkuarje në zgjedhjet të një pasnjëshme. Po nisemi nga ato kryesorët në vend. Politike, ekonomike, mbas edhe të sigurisë, e sidomos me marrëdhëniet me faktorin ndërkombëtar. Leti qesim pa një pas një. Çështjet e sigurisë janë shumë komplekse. Ne kemi një fat që kemi brenda KFOR-in, por edhe kemi ndërtuar mekanizma fal ndihmës së madhe të faktorit ndërkombëtar, mekanizma të mirë, të cilët janë ndër institucionet më të besueshme brenda Republikës së Kosovës, siç janë Policia e Kosovës ose agjencitë e sigurimit, por edhe forcat e armatosura të Kosovës. Natyrisht, këto janë elemente jashtëzakonisht të rëndësishme për sigurinë e Kosovës, por duhet të kemi parasysh që ne bombardohemi jo vetëm në rrafshin e sigurisë direkte, por edhe të asaj që quhet hibride, sot në shumë elemente, në shumë shigjeta që mund të konsiderohen që bëjmë pjesë në atakimin e palqes kurrizore të sigurisë së Kosovës janë të drejtuara nga Kosova, dhe këto janë të yshtura natyrisht kryesisht prej Serbisë, por edhe vendeve tjera të cilat... Shfrytëzohet situata e institucionave në Kosovë për këto sulme që po i përmend? Patjetër, sa më e brishtë është Kosova, sa më pak institucionet të plotfuqishme që të ketë, aq më të mëdha dhe aq më të lehta janë depërtimet e këtyre mekanizmave hibrid, të cilet nisin që nga prodhimi i informacioneve të pasakta dhe të paqena e deri te sulmet e ndryshme që ndodhin. Dhe patjetër që do duhet të na shtynte edhe kjo si një element i rëndësishëm, institucionet partijake të Kosovës duhet të shtynte që të bënin marrëveshje për bërjen e qeverisë, bërjen e kuvendit dhe bërjen e presidencës. Çfarë note ju jep marrëdhënieve Kosovë-Bashkia Ndërkombëtare, e cila në vazhdimsi të rreq vërejtjen për institucione kredibile, nisur nga marrëdhëniet ekonomike, sepse Kosova ka humbur edhe miliona euro nga fondi i rritjes për Ballkanin Perëndimor, por edhe në aspektin e vazhdimit dialogut me Serbinë për ta përfunduar një ditë dhe një herë e mirë. Marrëdhënia e Kosovës, veçanërisht në Bashkimin Evropian, duket ndonjëherë ka marrë një trajt tjetër realisht. Në 5-6 vjeçarin e fundit ne kemi një situatë kur duhet dhënë kredi qeverisë së Kosovës sepse ka ndërtuar një aur tjetër në raport me Bashkimin Evropian, i cili ka qenë goxha kërkues në raport me Kosovën, pa qenë kërkues në raport me Serbinë për çështjet e njëjta. Ajo për cilën është tërhequr vërejtja në Republikën e Kosovës, në Serbi nuk është bërë fare fjalë. Tani ne kemi po ashtu situata komplekse, kur në Kosovë madje nga Bashkimi Evropian reagohet për prishje të ndërtimeve pa leje, ndërsa nuk reagohet pothuajse ose stihikisht reagohet nga Bashkimi Evropian edhe për deklaratat më të larta nga institucionet më të larta të Serbisë që flasin për spastrime etnike në Republikën e Kosovës. Pro kishim një ministra atje, pastaj edhe shefin e saj, Dačićin, i cili thotë që në Kosovë do duhet të ndodhte spastrime etnik dhe ne do ta bënim këtë. Ndërsa nga Bashkimi Evropian nuk kemi ashpërsinë e nevojshme
për këto deklaratat të cilat janë neofashiste, nuk janë asgjë tjetër. Ne kemi përjetuar në lëkurën tonë dëbimin, e kemi përjetuar dhunën, e kemi përjetuar vrasjen dhe gjenocidin. Dhe neve na përmendet sot, spastrimi thua se kjo është një gjë krejtësisht e thjeshtë, është sikur një fjali e thënë diku në një libër dhe asgjë tjetër. Kjo është një realitet i përjetuar nga sot 70% e popullatës së Kosovës që jeton, sepse ka ndodhur vetëm 25 vjet më përpara, 27 vjet më përpara. Ndërsa nga Bashkimi Evropian kemi reagim se po i prishni disa ndërtesa të cilat le që janë pa leje, por janë edhe në hapësirën e huaj, janë në tokat uzurpuara, janë në pronat të shtetit të Republikës së Kosovës, të ujësielcit ose të ujmanit. Edhe ky raport asimetrik e dëmton dhe nuk lejon edhe Kosova që të ndërtojë raport pastaj të mirëfillt me Bashkimin Evropian veçanërisht. Disa shtete posaçërisht kanë një luks të tepruar për të na dënuar sa harqohemi në mëngjes, në ndërkohë që për Serbinë, jo vetëm kur ka deklarata, por kur ka arrestime të qytetarëve të Republikës së Kosovës që janë bërë pothuajse të përditshme me akuza të fabrikuara për krime lufte, as që ka ndonjë reagim dhe as që ka ndonjë përkujdesi. Ama intensiteti këtyre marrëdhënieve shpesh herë është, mos them në zgrip, por në luhatje për faktin që eksponent politik tash sa kohë po qëndrojnë në detyrë në institucionet e Kosovës, me të cilët Bashkia Ndërkombëtare një farë forme dhe heziton të bëj politikë. Kjo është fatkeqësi për Kosovën që ne s'kemi institucione të plotfuqishme të cilat do duhej që të kishin edhe bashkëpunim me Bashkimin Evropian, edhe me shtetet e tjera ndërkombëtare, por edhe me të gjitha, edhe të kundërvyheshin të gjitha këtyre situatave problematike të cilat janë për Republikën e Kosovës. Prandaj ju ushtrojmë me të drejtë, sepse kjo është një nga dimensionet kushtues për vendin tonë, me që ne s'po arrim të ndërtojmë institucione, na kushton jashtëzakonisht në ecjen tonë, ecja jonë, ironikisht është pikërisht kjo drejt Bashkimit Evropian dhe Bashkimi Evropian i cili thot që e ka derën e hapur për Republikën e Kosovës, kemi parasysh 3 vjet, 4 vjet më përpara na vendosi edhe sanksione nga që disa kryetar komunësh të zgjedhur në zgjedhjet legjitime të Republikës së Kosovës ishin vendosur në objektet e tyre zyrtare. Pra, ka të tilla situata gati komike, por të cilat kanë kosto të jashtëzakonshëm për Republikën e Kosovës. Prandaj ne do duhet të ishim gati edhe nëse u kundërvihemi këtyre, të u kundërviheshim me institucionet të plotfuqishme. Personalisht si pret zhvillimet deri në seancën konstituive të kuvendit me këtë ofertën e thirrjes partive tjera nga ana e Kurtit për këto institucione, por edhe me gatishmërinë e subjekteve të paktën kësaj radhe që të formojnë qeverinë, parlamentin, por edhe zgjedhjen e presidentit. Je optimist në këtë aspekt? Mendoj që tani ka mbetë që zoti Kurti të takohet vetëm me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nuk ka partner të tjerë përjashtuar këtu që mendoj se i ka të kryer partnerët e tij të vegjël nga minoritetet jo serbe. Me Lidhjen Demokratike të Kosovës do të vazhdojnë, unë mendoj, bisedimet. Çështja është se Kurti ndoshta do të kërkojnë nga zoti Abdigjiku sigurinë e votimit në pakot 18 deputetëve të tij, pra të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për çështjen e presidentit, dhe gjithashtu të ofrojë edhe garancinë se partnerët e tij dhe lëvizjeve vendose gjithashtu do të jenë votues të këtij kandidati për president i cili mund të vijë. Natyrisht unë pres që të ketë negociata jo krejtësisht e lehta, por që tani nuk varet krejtësisht nga vullneti i 2 liderëve, tani çështja është më tepër në taborën e Lidhjes Demokratike dhe vështirësia e zotit Abdigjikut të garantoj votën e 18 deputetëve të tij. Rrjedhimisht, nëse zoti Abdigjiku nuk mund të garantoj këtë votë, atëherë gjasat reale janë që ne do të shkojmë në zgjedhje dhe më pastaj me domken brenda me këtë njollën e cila do ta përcjell Lidhjen Demokratike të Kosovës si shkaktari kryesor i dërgimit të vendit në zgjedhje, Lidhja Demokratike e Kosovës do të pesonte në një stat të tillë, besoj do të pesonte shumë. Natyrisht, edhe mos harmonizimi dhe plasaritë që ndodh brenda do ta lëndonte si subjekt politik.
Unë mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës do duhet të përqafante futjen në qeveri, futjen në... Si është participimi, sepse betejë do të zhvillohet pikërisht rreth participimit pjesëmarrjes së LDK-s në pushtet, në qeveri, pas edhe në kryesit kuvendit dhe presidenti. Po mendoj se duhet të ketë Lidhja Demokratike e Kosovës në qeveri, në radhë të parë nga që do të shërbente shumë për shëndetin politik brenda këtij subjekti politik. Kur njerëzit marrin pozita, gjërat janë më stabile, natyrisht, dhe do të ishte edhe pozitive edhe për qeverinë e Republikës së Kosovës, sepse do të shtonte për brenda ekipës qeveritare konkurrencën e cila realisht ka munguar këto 5-6 vjet dhe kishte, kur mungon konkurrenca, ka një vetë stabilitet, vetë kënaqësi dhe akomodim nga vetë ministrat që përbëjnë qeverinë. Dhe po ashtu, besoj që për Lidhjen Demokratike do të ishte e rëndësishme që brenda këtij 4 vjeçarit të ardhshëm të kishte mundësinë e reformimit të brendshëm, ashtu siç ata e parashohin dhe e kanë në projekcionin e tyre. Frikrat se mund zoti Kurti t'i largoj më pastaj nga qeveria, sepse nuk i duhen dhe i përdor vetëm si levë për të zgjedhur presidentin, mendoj se nuk qëndron dhe është frikë pa dobishme. Por Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të tregohet subjekt politik ashtu siç ka qenë, me qëndrime parimore për të mirën e vendit dhe të pranonte kushtet të cilat do t'i ofronte zoti Kurti për të bashkëqeverisur. Tani se si do ta ndanin qeverinë është çështje e zgjidhjes së tyre, por unë mendoj se në secilin variant të dy subjektet politike do të dilnin të fituara dhe mbi të gjitha e fituar do të ishte Kosova, sepse nuk do të shkonim në zgjedhje të radhës dhe do të krijonim institucione stabile dhe të plotfuqishme. Ju Gojnov, si faleminderit për kohën që keni ndarë për të qenë me shikuesit tanë në këtë pasditë. Kënaqësi, faleminderit për ftesën.